Nëse në 15 prill Toga dhe Zeza japin dritën jeshile thirrjes së kryeministrit Edi Rama në procesin Partizani si dëshmitar, Sali Berisha pranoi se do të përballet me të brenda gjykatës antikorrupsion, ku i pandehur është vet. Teksa shleu detyrimin ndaj ligjit që e urdhëron të paraqitet në SPAK, ai tha se kryeministri do duhet të ishte thirrur pasi në dokumente ka zhvendosur në terren trojet e ish kompleksit sportiv kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Edi Rama është kërkuar që në fillim të vi dëshmitar, po më thirri gjykata, do shkoj me kënaqësi. Dhe t'ja bëj, e merr vesh se ta bëj Edi Rama aty. Le të vi, po të doj. Tjetë me kamera, ta shohin të gjithë shqiptarë. Të dalim në ballafaqohemi. Po s'vjenaj, këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën, unë e vlerësoj, atë do shkoj patjetër. Edhe këtë herë nuk munguan akuzat ndaj shkreut SPAK Altin Dumani dhe gjyqtares Irena Gjoka. Lideri demokrat thotë se kjo e fundit u amnistua nga kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Seriali Gjoka u mbyll sepse serialin Gjoka do ta çojnë ta gjykojnë tek gjykata e vet, se gjykata nuk shkon, nuk ndodh kur që njëjta gjykatë të gjykoj personin, por ky është urdhri i Sadush Gjoks, edhe s'kan që bëjnë. Zoti Berisha, ju gjykoni që kjo do të ndodhte e njëjtën me thirrjen e kolegjeve të bashkuara? Jo, ajo ka ndodhur, e ka dhënë të udhëzimaj, e ka lëshuar kur ja kanë kërkuar. Kurse këtë aja përdor, e di si e përdor gjykatën ai si guzhin. Sali Berisha dhe Jamarber Maltezi, dhëndri i tij, janë të bashkëpandehur në këtë proces dhe akuzohen se me 2 biznesmen e 1 notere kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet edhe për pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojeve të ish klubit sportiv Partizani. SPAK thotë se kjo vendimarrje i atribuohet Berishës kur ishte kryeministër.